Thomas Strakosha do të kthehet të luajë përsëri në një stadium në Itali, aty ku shpërtheu në futbollin e rëndësishëm kur vishte fanellën e Lazios. Portieri kombëtares shqiptare ka zbarkuar sot përsëri në Itali, më saktësisht në Firenze, ku nesër skuadra e tij AEK e Athines do të përballet me Fiorentinën në ndeshjen e vlefshme për Ligën e Konferencës. Për krahati në radhët AEK-ut, ai ka emra shumë të njohur të futbollit në Itali, si ish milanisti Luka Jovic, ish interisti Joao Mario apo ish juventini Roberto Pereira. AEK është në kuotën e 4 pikëve pas 3 ndeshjeve të luajtura, ndërsa Fiorentina është në kuotën e 6 pikëve në fazën e Ligës së Konferencës. Klubi i Interit ka bërë publik vendimin për të rinovuar kontratën me portierin e talentuar shqiptar Alen Taho, i cili shihet si një nga emrat e ardhmes të Zikaltrit dhe padyshim të Shqipëria. FC Internazionale Milano komunikon se ka arritur një akord shumë vjeçar për zgjatjen e kontratave të Mattia Zanchetta, Xhamal Idrisu dhe Alen Taho, shkruhet në njoftimin e publikuar nga klubi Zikaltër, që bënte të ditur kështu se edhe portieri shqiptar ishte mes atyre që do të vazhdonin të mbeteshin pjesë e klubit për një periudhë të gjatë. Taho ka spikatur në Akademinë e Interit, duke përfaqësuar Zikaltrit në aktivitetet kombëtare të moshave dhe së fundmi edhe në UEFA Youth League. Portieri gjithashtu ka shërbyer në disa ndeshje si portieri i tretë në pankinë për ekipin e parë të Zikaltrit në vitin e fundit. Sinjali i qartë se të Interi kanë besim të aftësitë e tij, ndaj ka ardhur dhe ky rinovim kontrate. Djaloshi ndërkohë është prej vitesh pjesë e kombëtareve të moshave, teksa e ka nisur me U16 për të provuar me radhë dhe fanellën e U17, U19 dhe së fundmi U21. Ai shihet si një nga elementët e perspektivës të Portës Kuqezi dhe lajmi se do të jetë edhe në vijim pjesë e Interit, padyshim është diçka e mirë për zhvillimin e tij.